Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakohemi sërish së bashku për të komentuar pak një ngjarje që ndodhi brenda në shtëpi. Unë dua të jem i sinqert dhe i vërtet me të gjithë. Tani, mbani mend Marko Lucaj, i cili bëri një veprim shumë të vogël në shtëpi, në fakt thjesht i ra me dorë kështu shëndritit dhe vllau i madh solli një zarf të zi në shtëpi për ta nxjerrë atë nga shtëpia. Do me thënë u hap një televotim, Gerta shpëtoi, Gerta ishte nga kutia e Pandorës dhe nga televotimi i cili u hap, ishte më se e dukshme, diheshte ajo gjë, nga shtëpia u largua Marko. Do me thënë Marko as nuk ofendoi, as nuk kërcënoi, as nuk poshtërsoi, mendoi që ishte djali me edukatën më të mirë brenda në shtëpi. Prej në ditën e parë deri në ditën e fundit, me qëndrimin e tij në Big Brother, Marko tregoi një seriozitet që realisht te këto banor të tjerë, të cilët vazhdojnë të qëndrojnë brenda në shtëpi, nuk është. Tani Rogerti, ofendues, denigrues, i poshtërson banorët, e preku gimbon, do me thënë ja hoqi dorën, e preku gimbon me dorë, e preku, ajo ishte më se e dukshme, videoja është virale nëpër të gjithë rrjetet sociale pa marrë parasysh sado produksioni ta cenzuron këtë video, sado produksionit mos e bën publike, videoja është publike kudo. Rogerti e preku me dorë, do me thënë ja gjujti dorën dhe përsëri produksioni nuk merr masa. Tani, nëse produksioni është i sinqert edhe i vërtet me të gjithë banorët brenda asaj shtëpie, a duhet të veprojë njëjtë edhe me Rogertin që të sjellë një zarf të zi dhe Selina, Rogerti, Gimbo të shkojnë në një televotim, pa marrë parasysh se kush largohet sonde të shkojnë në këtë televotim. Do me thënë të jetë diçka e përafërt dhe e njëjtë si me Markon. Tani kur Marko largohet nga shtëpia e Big Brotherit vetëm për një pjesë që Marko ra në provokimin e Artanit,